Kryeministri Mickoski lavdëron masat e qeverisë kundër rritjes së çmimeve, por Venko Filipçe thotë se qytetarët po paguajnë për radhat e sukseseve të kryeministrit. Mjeku Igorçe Gjikovski flet për televizionin Shenja, thotë se shmangja e duhanit ul numrin e pacientëve me kancer. Turistët vlerësojnë mikpritjen, ushqimin dhe atmosferën e ngrohtë në Maqedoninë e Veriut. Krye diplomati Mucunski mbajti fjalim në forumin e diplomacisë në Antalya, e vlerësoi presidentin Erdogan dhe ministrin Hakan Fidan për promovimin e paqes në botë. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Hristian Mickoski ka lavdëruar politikat e qeverisë që ai drejton për të përballur me rritjen e çmimeve për shkak të luftës në linjën e mesme. Ai është mbështetur në të dhënat e fondit monetar ndërkombëtar, në të cilat Maqedonia e Veriut është ndër 3 shtetet e para në Evropë për nga numri dhe vëllimi i masave që janë ndërmarrë për përballimin e rritjes së çmimeve. Kreu i qeverisë njoftoi edhe për ulje të re të çmimeve të derivateve të naftës si dhe vazhdim të masave aktuale. Përderisa ngushtica e Hormuzit hapet edhe mbyllet në mënyrë të përsëritur, çmimet e derivateve të naftës në tregjet botërore vazhdojnë të luhaten lehtë, duke ndikuar drejt për drejt edhe në tregun vendas. Në lidhje me këtë, kryeministri Hristian Mickoski ka mbajtur sot konferencë për media, nga ku tha se qeveria është e fokusuar në zbutjen e krizës së çmimeve të karburanteve, si një faktor që ndikon drejt për drejt në standardin e jetesës së qytetarëve. Megjithatë, Mickoski tha se rritja e çmimeve të energjesave nuk është pasojë e politikave të brendshme, por e krizave ndërkombëtare dhe e çrregullimeve në tregjet botërore. A to je da imamo popust do krajot na Në periudhën që po kalojmë, pjesën më të madhe të aktiviteteve tona e kemi përqendruar në të kalimin e krizës së çmimeve të karburanteve. Këto janë input shumë i rëndësishëm që ndikon drejt për drejt në çmimet e produkteve bazë për qytetarët. Jemi në një periudhë pa sigurie globale dhe goditjet e çmimeve të energjisë nuk janë rezultati politikave të brendshme, por pasojë zhvillimeve gjeopolitike, veçanërisht krizave në lindjen e mesme dhe çrregullimeve në tregjet botërore. Mickoski theksoi se vendi renditet ndër të parët në Europë për nga masat e ndërmarra për përballimin e krizës, duke ju referuar të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Nakratko jedno intervju dane. Sipas analizave të fundit të FMN-s në nivel evropian, ne jemi ndër 3 shtetet e para në Evropë për nga numri dhe vëllimi i masave që kemi ndërmarrë për përballimin e goditjeve të çmimeve. Ndërkohë që opozita thoshte se kemi vonuar dhe se masat nuk janë të mjaftueshme, të dhënat e publikuara me 15 prill tregojnë të kundërtën, se si shtet jemi të tretët sipas përqindjes së masave në raport me BBV-n. Ai njoftoi edhe për ulje të re të çmimeve të derivateve të naftës, si dhe vazhdim të masave aktuale. I pari qeverisë të pret që Komisioni Rregullator për Energjetik ta marrë vendim për ulje shtesë të çmimeve të derivateve të naftës me rreth 1.5 denar për litër. Po ashtu, njoftoi se mbetet në fuqi masa e dekorduar me oktan, ku deri në fund të muajit prill do të ketë zbritje prej 2 denarësh për benzinat dhe 3 denarësh për naftën. Me këtë masa, Mickoski tha se Maqedonia e Veriut ka çmimet më të ulta të karburantëve në rajon. Për këto qëndrime të Mickoskit nuk e kanë bindur kreun e LSDM-s Venko Filipçi, i cili ka mbajtur një konferencë për gazetarët më njerë pas paraqitjes së kryeministrit. Qytetarët sërish po paguajnë me xhepa bosh dhe me frigorifer bosh. Për hallat dhe pa aftësinë e kryeministrit Mickoski ka deklaruar Filipçi. Për dallim nga kryeministri Mickoski, kryetari i partisë opozitare LSDM, Venko Filipçe, ka deklaruar se qytetarët po përballen me rritje të çmimeve dhe përkeqësim të standardit të jetesës, duke akuzuar qeverinë për mungesë masash konkrete në menaxhimin e krizës ekonomike. Sipas Filipçes, qytetarët po e paguajnë shtrejt pa aftësinë e qeverisë. Težak se koji ne живот на граѓаните? Qytetarët sërish po i paguajnë shtrejt për hallat dhe pa aftësinë e kryeministrit Mickoski, po i paguajnë me xhepa bosh dhe me frigorifer bosh. Ne kemi paralajmëruar me kohë se nevojiten masa konkrete për të ndihmuar qytetarët, por qeveria nuk ka ndërmarrë asgjë.
Ai theksoi se LSDM ka propozuar masa konkrete për lehtësimin e barës financiare për qytetarët, por ato, sipas tij, janë refuzuar nga qeveria. Kemi propozuar ulljen e TVSH-s për karburantët në 5%, për produktet bazë ushqimore në 0%, ulljen e akcizave për 4 denar dhe për gjysmimin e çmimit të pikave të pagesave rrugore. Këto masa do të kishin efekt real për çdo familje, por u refuzuan. Filip qeshtoi se masat e mëvonshme të qeverisë kanë qenë të vonuara dhe të pamjaftueshme, ndërsa çmimet sipas tij tashmë kanë shënuar rritje të ndjeshme. Ai kritikoi edhe deklaratët e qeverisë për gjendjen ekonomike në vend, duke thënë se ato nuk përputhen me realitetin. Për të tejkaluar këtë gjendje, ai kërkoi masa urgjente për mbrojtjen e qytetarëve. Në Bullgari sot përmbahen zgjedhjet parlamentare në të cilat pritet që partia e parë të dalë subjekti që e drejton ish presidenti Rumen Radev. Politikanin më të fuqishëm bullgar sot e ka përmendur kryeministri Kristian Mickoski, i cili ka ironizuar Radevin, i cili ka deklaruar se ka afër 200.000 Maqedonas që kanë në shtetësi bullgare. Jam pak i zhgënjyer nga pjesëmarrja e ulët e bullgarëve Maqedonas, sepse vetëm 250 bullgar Maqedonas janë të interesuar të marrin pjesë në këto zgjedhje, ka deklaruar Mickoski. Kryeministri Kristian Mickoski shprehu zhgënjim për pjesëmarrjen e ulët të bullgarëve Maqedonas në zgjedhjet parlamentare në Bullgari, duke theksuar se interesi për të votuar është dukshëm më i ulët se sa pritej. Jam pak i zhgënjyer nga pjesëmarrja e ulët e bullgarëve Maqedonas, sepse vetëm 250 bullgar Maqedonas janë të interesuar të marrin pjesë në këto zgjedhje, nga më shumë se 200.000 sipas Radevit. Prisja që pjesëmarrja të ishte më e lartë, ka deklaruar me një dozë ironie kryeministri Mickoski. Ai ka sqaruar se si e dëshiron të ardhmen e vendit fqin. Pres që qytetarët e Bullgarisë të zgjedhin një kryeminist që është i orientuar drejt Evropës, domethënë një president të qeverisë që të jetë i orientuar drejt fqinësisë së mirë dhe në vend të çështjeve dypalqe do t'i përkushtohet promovimit të kritereve të Kopenhagenit. Deklarata vjen në një kohë kur Maqedonia e Veriut është e bllokuar në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian për shkak të mosmarrëveshjes me Bullgarinë, e cila po kërkon të përfshijë bullgarët në kushtetutë. Qeveria e Mickoskit nuk ka pranuar që të realizojë ndryshimet kushtetuese, duke u arsyetuar se gjatë rrugës së integrimeve evropiane mund të ketë edhe kushte tjera. Bullgaria po zhvillon zgjedhjet e 8 parlamentare që nga viti 2021 të martën, në të cilat ish presidenti Rumen Radev nuk ka gjasa të fitojë një shumicë të plotë, duke e lënë atë të varur nga partnerët potencial për të formuar një qeveri. Ardhja e 62 vjeçarit Radev do të pritet me shqetësim në shumë kryeqytete evropiane, vetëm një javë pasi Hungaria rrëzoi Viktor Orbanit, një udhëheqës që ishte mbështetës i Kremlinit. Radev ka thënë se nuk është pro-rus. Unë kam qëndrime plotësisht pro-bullgare, unë kam qëndrime pro-evropiane, deklaroi ish presidenti. Edhe sot, 2 krahët e politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut janë përplasur verbalisht për çështjen e provimit të jurisprudencës. Koalicioni në pushtet ka pyetur publikisht ish kryeministrin Talat Xhaferi se në çfarë gjuhë ka dhënë provimin e jurisprudencës djali i tij. Për 20 vjet kanë pasur gjithçka në dorë, pushtet, ministra, poste, shumicë dhe ndikim, nuk u ka munguar as forca, as mundësia, ka theksuar koalicioni Vlen. Në anën tjetër, BDI-s theksojnë se Vlen trembëton arsyetimet e tyre që duan ta nënshtrojnë gjuhën shqipe. Me votën dhe nënshkrimin e tyre, Talat Xhaferi dhe BDI e lanë gjuhën shqipe jashtë provimit të jurisprudencës. Kështu vlerëson koalicioni Vlen, i cili thekson se dokumenti datës 27 gusht 2019, i nënshkruar nga Talat Xhaferi e nxjerr të vërtetën në shesh. Sipas koalicionit, problemi me provimin e jurisprudencës dhe përjashtimin e gjuhës shqipe mban vulë të pastërt politike. Vlen po ashtu ka deklaruar se në kohën kur ligji për përdorimin e gjuhëve ishte në fuqi, Talat Xhaferi nuk kërkoi hapa për harmonizimin e ligjit për provimin e jurisprudencës, por përkundrazi miratoi një tekst që e linte gjuhën shqipe jashtë. Pyesim publikisht, kur djali Talat Xhaferit e ka kaluar provimin e jurisprudencës, në çfarë gjuhë është përgjigjur?
Kjo është fytyra e vërtetë e BDI-s. Në opinion e luajnë rolin e patriotit, ndërsa në institucione e filmosin kundër interesit shqiptar. Për 20 vjet kanë pasur gjithçka në dorë, pushtet, ministra, poste, shumicë dhe ndikim, nuk u ka munguar as forca dhe as mundësia. Partia në pushtet ka shtuar se për BDI-n shqiptari ka pasur vlerë vetëm si vot, si numër dhe si mjet për ta mbajtur klikën e tyre në pushtet. Ndërkaq, ditën e djeshme partia opozitare Bashkimi Demokratik për Integrim, po ashtu ka reaguar ndaj koalicionit Vlen duke i akuzuar se ata nuk përfaqësojnë shqiptarët. Sipas BDI-s, Vlen përfaqëson arsyetimet e atyre që duan ta nënshtrojnë gjuhën shqipe. Kjo do të thotë se baza juridike ekziston, e drejta ekziston, obligimi ekziston, ajo që nuk ekziston është dinjiteti politik i Vlenit, thekson BDI. Për çdo vit, rreth 700 pacient diagnostifikohen me kancer në mushkëri. Doktor Igor Gjikovski tha për televizionin Shenja se pirja e duhanit rri në mënyrë direkte numrin e rasteve me sëmundje malinje. Mjeku thot se me shmangjen e duhanit në mënyrë automatike do të ulej edhe përqindja e pacientëve të prekur nga sëmundjet malinje apo atyre kardiologjike. Numri më i madh i pacientëve të prekur nga kanceri janë duhanpirësit, thekson mjeku Igor Gjikovski në një prononcim për televizionin Shenja. Ai shpjegon se pirja e duhanit në përditshmëri ndikon drejt për drejt në rritjen e rasteve me sëmundje malinje. Sipas tij, është në rritje edhe numri i pacientëve të diagnostikuar me kancer në mushkëri, i cili arrin rreth 600 deri në 700 raste të reja brenda çdo viti. Od koji najgolem del od tije se во поодмината фаза, што значи се инооперабилни, не може да се изврши хируршка интервенција кај нив. Во проценти отприлика од тие 20% се операбилни, значи ние годишно оперираме околу 150 пациенти со карциноми на бели дробови. Меѓутоа, најбитно е што бројката секоја година се зголемува и ние сме соочени со голем наплив на пациенти, kako nije tako i pulmologja. Sipas Gjikovskit, nuk ekziston nivel i sigurt i konsumimit të duhanit, ndaj alternativa më e mirë sipas tij është që ai të shmanget plotësisht. Mjeku thotë se me shmangjen e duhanit në mënyrë automatike do të ulej edhe përqindja e pacientëve të prekur nga sëmundjet malinje apo atyre kardiologjike, prandaj thotë se është koha që të miratohet ligji për mbrojtje nga duhani. Дека секогаш се гледа интересот на пушачите. Мислам дека е време да се стави здравието пред се и интересот и на непушачите. Не секогаш пушачите да бидат во преден план. Ndryshe, ligji për mbrojtjen nga duhani i përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë mbetet në procedurë qeveritare dhe pas miratimit i njëjti do të kalojë në procedurë parlamentare. Me këtë ligj pritet ndalimi i pirjes së duhanit në hapësirat publike, në stacionet e autobusit, në afërsi të hapësirave të hapura, pranë spitaleve, po edhe në pranitë të fëmijëve në vetura. Numri i turistëve në Maqedoninë e Veriut është në rritje. Shumë turistë vlerësojnë mikpritjen, ushqimin dhe atmosferën e ngrohtë, duke konsideruar vendin të rehatshëm dhe tërheqës për vizita. Sipas statistikave, në fillim të vitit 2026 ka pasur rritje prej 6% të turistëve, kryesisht nga Turqia, Greqia, Serbia dhe Gjermania. Numri i turistëve në vend po shënon në rritje me një interes gjithnjë e më të madh nga vizitorët e huaj. Por çfarë i tërheq ata drejt Maqedonisë së Veriut dhe çfarë vlerësojnë ata më shumë këtu? Për të gjitha këto jemi në terren për të parë nga afër përshtypjet e tyre, vendet të cilat i kanë vizituar, eksperiencën dhe çfarë mendojnë se mund të përmirësohet. Maqedonia e Veriut po shndërrohet gjithnjë e më shumë në një destinacion tërheqës për turistët nga vende të ndryshme. Ata thonë se vijnë për bukuritë natyrore, trashëgiminë historike dhe kulturën e pasur dhe madje ngelen të impresionuar me arkitekturën që shohin. Unë jam nga Kanadaja dhe po e vizitoj Maqedoninë si profesor universitar. Unë i dua njerëzit prej Maqedonisë, e dua qytetin e Shkupit edhe po, unë vërtet ndihem shumë i mirëseardhur këtu. E dua ushqimin, më pëlqyen çmimet. Kanadaja është shumë e shtrejtë, pra çmimet janë më mirë këtu. 100% po. Unë dua që gruaja ime të vi këtu, por edhe miqtë e mi, është një vend kaq i rehatshëm. Nuk kam qenë mjaftueshëm gjatë këtu për të dhënë ndonjë sugjerim apo rekomandim, pra ndihem shumë komod këtu.
Jam nga Spanja, kemi ardhur si turist, kemi mbritur dje dhe nuk kemi mundur të shohim shumë gjëra ende, nuk e kemi provuar ende ushqimin vetëm në hotel mëngjesin, po mendoj se është vend i mirë për ta vizituar, për ecje dhe për të provuar ushqime. Turistët më tej thonë se pasi vizitojnë vendin, largohen me shijen e ëmbël të mikpritjes dhe ngrohtësinë e vendasve, të cilën e veçojnë si një nga elementet më mbreslënse të qëndrimit të tyre. Sepse ne duam Maqedoninë shumë, njerëzit këtu janë shumë të afërt me ne. Kjo është edhe një ndër arsyet sepse ne e vizitojmë Maqedoninë çdo herë. Ne jemi nga Turqia, çdo gjë e duam e pëlqejmë. Nuk është hera ime e parë që vi, por për atë është hera e parë. Po, patjetër do t'ua rekomandoja. Nuk ka nevojë për asgjë më shumë, është shumë bukur kështu. Jam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne ishim në Bullgari dhe ne vetëm donim të merrnim një shije të Maqedonisë, kështu që bëm një udhtim një ditor këtu dhe jam shumë e impresionuar me statujat, me arkitekturën dhe me mësimin e historisë, por nuk e kemi provuar ende ushqimin e Maqedonisë, ajo është e radhës. Ndërkaq, turistët vazhduan të shijojnë bukuritë që ofron vendi, duke u ndalur në çdo kënd me shumë entuziazëm për të realizuar fotografi dhe për të ruajtur kujtime nga udhëtimi i tyre. Atmosfera e gjallë dhe emocionet e tyre tregojnë se ky destinacion lë mbresa të paharrueshme tek çdo vizitor. Ndërkaq, kujtojmë se sipas të dhënave nga enti shtetëror i statistikave, në periudhën janar-shkurt 2026, numri i përgjithshëm i turistëve është rritur me 6.0%. 48.654 turist realizuan 94.652 qëndrime me net në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga ku thuhet se vendet nga të cilat kanë ardhur më shumë turistë të huaj në shkurt të vitit 2026 janë nga Turqia, Greqia, Serbia dhe Gjermania. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se sot me 19 prill 2026 në adresën e tyre elektronike është pranuar një porosi me kërcënim se në qendrat tregtare Eastgate dhe Diamond në Shkup janë vendosur mjete shpërthyese. MPB thekson se më njëherë pas pranimit të njoftimeve janë ndërmarrë masa dhe veprime përkatëse nga ana e nënpunësve policor brenda dhe përreth objekteve, ku më pas MPB ka bërë të ditur se është konstatuar se bëhet fjalë për alarme të rreme për bomba. Janë të rreme alarmet për bomba të vendosura në qendra tregtare në Shkup, ka njoftuar MPB. Në Antalya të Turqisë për 3 ditë është mbajtur forumi diplomacisë, ku ka marrë pjesë edhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski. Krye diplomati Maqedonas theksoi rolin e Turqisë si një aleat i rëndësishëm, duke vënë në dukje rëndësinë e përpjekjeve aktuale diplomatike të Turqisë të udhëhequra nga presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe ministri i jashtëm Hakan Fidan. Forumi diplomacisë në Antalya gjatë 3 ditëve të fundit mblodhi mira lider botror dhe shërbeu si një platformë kyç për trajtimin e krizave të mëdha ndërkombëtare, tha sot ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan, duke theksuar gjithashtu rolin gjithnjë e më të madh të Turqisë në diplomaci dhe ndërmjetësim. Fidan tha se presidenti Recep Tayyip Erdogan, së bashku me zyrtarë të lartë turq dhe homologët e tyre të huaj, zhvilluan shumë takime dypalëshe në margjinat e forumit, ndërsa aty u mbajtën edhe disa takime të rëndësishme diplomatike. Ai vuri në dukje se Turqia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Pakistani zhvilluan një takim 4 palësh të fokusuar në stabilitetin rajonal, bashkëpunimin ekonomik dhe zgjidhjen e konflikteve. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mucunski, gjatë fjalës së tij në forum, theksoi rolin e Turqisë si një aleat i rëndësishëm, duke vënë në dukje rëndësinë e përpjekjeve aktuale diplomatike të Turqisë të udhëhequra nga presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe ministri i jashtëm Hakan Fidan. Kemi shumë shembuj të suksesshëm të bashkëpunimit rajonal, veçanërisht në fushën e lidhshmërisë. Koridori 8 përfaqëson një projekt të kyç për stabilitetin politik, siguri dhe tregti, ku tashmë shohim përparim të konsiderueshëm, deklaroi Mucunski. Zëvendësministri njëherësh ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, Glauko Njusa, deklaroi se Kosova ka treguar partneritet të fortë me vendet fqinje. Marrëdhënie të shkëlqyera me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, raporte jo të lehta me Bosnjën dhe shumë të vështira me Serbinë. Kosova ka ratifikuar marrëveshjen për heqjen e vizave me Bosnjë e Hercegovinën. Zbatimi ende nuk ka avancuar. Duke u nisur nga Kosova, mund të arrish më shpejt në Stamboll sesa në Sarajev, edhe pse distanca është 2 fysh më e madhe, deklaroi Konjuvca.
Edhe ministri i jashtëm i Shqipërisë Ferit Hoxha theksoi se rajoni i Ballkanit Perëndimor duhet të vazhdojë bashkëpunimin me synim për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa theksoi besimin midis shteteve si faktor kyç për avancimin e rajonit. Presidenti Donald Trump ka njoftuar se negociatorët amerikanë do të udhëtojnë në kryeqytetin pakistines të hënën për bisedime që synojnë të japin fund luftës SBA-Izrael kundër Iranit. Në një postim në mediat sociale të dielën, Trump nuk dha detaje se cilët zyrtar do t'i dërgojë SBA-t në një raund të dytë bisedimesh ballë për ballë me negociatorët iranian në Islamabad. Bisedimet e fundjavës së kaluar në të cilët zëvendës presidenti i SBA-s udhëhoqi delegacionin amerikan përfunduan pa një marrëveshje, ndërkohë presidenti iranian tha se vendi po kërkon të jap fund luftës me SBA-n me dinjitet. Ai ka theksuar se presidenti amerikan Donald Trump nuk ka të drejtë të privojë Teheranin nga të drejtat e tij përthamore. Trump thotë se Irani nuk duhet të përdorë të drejtat e tij përthamore, por nuk shpjegon se çfarë krimi ka kryer Irani, ka thënë ai. Kryeministri i Spanjës Pedro Sánchez tha të dielën se Spanja do t'i kërkojë zyrtarisht Bashkimit Evropian të ndërpresë marrëveshjen e asociimit me Izraelin, një qeveri që shkel të drejtën ndërkombëtare dhe rrjedhimisht shkel parimet dhe vlerat e Bashkimit Evropian, nuk mund të jetë partner i BE-s. Është kaq e thjesht, ka thënë në një tubim elektoral në Andaluzi. Ai u bëri thirrje vendeve të tjera të BE-s të mbështesin propozimin e Spanjës, i cili do të paraqitet në një takim të ministrave të jashtëm të BE-s në Luksemburg të martën. Lajmi për NBA ishte i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë me Rupafshi.